Fillimi i çdo ndryshimi nis nga ndërgjegjësimi. Ka momente në jetë kur ndalemi dhe pyesim veten, pse nuk po ec përpara? Pse, pavarësisht përpjekjeve, unë ndjehem i ngecur? Dhe shumë herë, përgjigjja nuk gjendet jashtë, jo te të tjerët, jo te mundësitë që mungojnë, jo te fati, por brenda vetes, në zakonet tona të përditshme, në veset tona, në heshtje, pa zhurmë. Këto vese shndërrohen në pranga që nuk i shohim, por që i ndjejmë çdo ditë. Ato na mbajnë larg suksesit, larg qetësisë, larg vetvlerësimit dhe potencialit të vërtetë. Këtu janë 6 vese të zakonshme, por jashtëzakonisht të rrezikshme që të mbajnë mbrapa në jetë. Le t'i zhveshim, t'i kuptojmë dhe t'i shkatërrojmë një herë e përgjithmonë. 1. Prokrastinimi, arti i shtyrjes së ëndrrës sate. Një nga veset më të përhapura dhe më shkatërruese është prokrastinimi, ajo zvarritje e vazhdueshme e detyrave, ëndrave dhe vendimeve. Do ta bëj më vonë, këto janë fjalët që kanë varrosur më shumë ëndra se sa dështimi vet. Prokrastinimi nuk është çështje kohe. Është çështje ndjenje. Shpesh fshihet frika, frika nga dështimi, frika nga suksesi, frika se nuk je gati, frika se do gjykohesh. Dhe kështu shtyn derisa një ditë zgjohesh dhe e kupton që vitet kanë kaluar. Kur nuk vepron, ti nuk po e kursen energjinë, po e djeg jetën tënde në pritje. Zgjidh të mos presësh më. Mos prit motivim. Fillo me disiplinë. Çdo hap që nuk bën sot, është një derë që nuk hapet nesër. 2. Viktimizimi, kur e bind veten se nuk ke fuqi, kjo është një nga kurthet më të rrezikshme mendore, të besosh se je viktimë e gjithçkaje. E shkuara jote. Prindërit e tu. Shoqëria. Faji është gjithmonë diku tjetër. Në këtë mentalitet, ti lë dorë nga fuqia jote. Je si një anije pa timon në detin e jetës, thjesht duke u përplasur nga dallgët. Dhe më e keqja, fillon ta ndjesh veten mirë në këtë rol. Sepse të qenit viktim është komode, nuk ka përgjegjësi, nuk ka presion, nuk ka dështim. Por ka vetëm një problem, nuk ka as sukses. Askush nuk të vjen të shpëtoj. Në këtë jetë, ti je shpëtimtari yt, nuk ka rëndësi ku ke lindur, çfarë ndodhi dje, kush të lëndoi. Pyetja është, çfarë do të bësh ti tani? Mos e lejo veten të jesh peng i një historie të vjetër. Shkruaje ti kapitullin tjetër. 3. Mungesa e disiplinës. Kur jeton vetëm sipas dëshirave, shumë njerëz thonë, unë dua të jem i lirë. Por ajo çfarë ata kërkojnë nuk është liri, është kaos. Liria e vërtet nuk është të bësh çfarë të duash, kur të duash. Liria e vërtet është të kesh fuqinë të bësh atë që duhet, edhe kur nuk do, dhe kjo quhet disiplinë. Mungesa e disiplinës të mbush me shpresë në mëngjes dhe me pendim në darkë. Të lejon të flasësh shumë dhe të bësh pak. Të ëndërrosh shumë dhe të realizosh asgjë. Disiplina është zakoni i njerëzve që ndërtojnë jetën. Ata që bëjnë nga pak çdo ditë, në heshtje, pa zhurmë, por me qëllim. Dhe më pas, një ditë, bota thotë, çfarë njeriu i suksesshëm? Pa parë vitet e përkushtimit të heshtur që e sollën aty, bëje veten një premtim. Çdo ditë, qoftë edhe 10 minuta, bëj diçka që të rrit. Shkruaj. Lexo. Ushtrihu. Mëso. Disiplina është fitoria më e qetë, por më e fuqishme në jetë. 4. Vetëdyshimi, kur sabotuesi yt më i madh është në mendjen tënde. Të gjithë kemi një zë të brendshëm. Dhe për disa njerëz, ai zë është armiku më i madh. Vetëdyshimi është kur, përpara se bota të thotë nuk mundesh, ti ja thua vetes. Është ajo ndjesi që të mban larg mundësive, që të ndalon përpara se të provosh, që të bën të mos aplikosh, të mos flasësh, të mos ngresh dorën, por ky zë nuk është i vërtetë. Është një pëshpëritje e së kaluarës tënde, e frikës, e ndonjë dështimi të dikurshëm. Nuk është realiteti yt i sotëm. Ti je më shumë se sa mendimet e tua të dyta. Çdo njeri i suksesshëm që njeh ka dyshuar. Por ndryshimi është se ata nuk i dëgjuan zërat. Ata vepruan gjithsesi. Mos prit që vetbesimi të vijë. Ndërtoje me veprime të vogla, të përditshme, dhe mbaje mend,
nuk ke nevojë të besosh se je i aftë për të vepruar. Por po nuk veprove, kur nuk do ta zbulojë që je. 5. Krahasimi, kur jeton në hijen e të tjerëve, sot më shumë se kur më parë, është e lehtë të ndihesh i pamjaftueshëm. Instagram, TikTok, YouTube. Të gjithë duken të bukur, të suksesshëm, të lumtur. Dhe ti ndihesh prapa, krahasimi është një helm i heshtur. E fillon duke admiruar dikë, por përfundon duke u rryer veten. Sepse haron që po sheh vetëm kulmin e dikujt tjetër, jo udhëtimin e tyre, ti nuk je i njëjti njeri si ai që po sheh. Ti ke dhimbjet e tua, historinë tënde, forcën tënde, shpejtësinë tënde. Vetëm një krahasim është i shëndetshëm, krahaso veten me atë që ishe dje. Nëse sot je një më i mirë, je në rrugën e duhur, kur ndalon së krahasuari, fillon të ndihesh mirënjohës. Dhe mirënjohja është toka ku lulëzon vetbesimi. 6. Frika nga dështimi, kur frika nga humbja të ndalon të fitosh, frika nga dështimi është një ndjenjë e njohur për të gjithë ne. Të gjithë kemi qenë atje, në prag të një vendimi, të një hapi të madh, të një ëndre, dhe frika të shtrëngon zemrën, po sikur të dështoj, po sikur të qeshin me mua, po sikur të turpërohem, por ja e vërteta, të gjithë që kanë arritur sukses, kanë dështuar. Madje shumë herë. Dështimi është pjesë e rrugës. Nuk ka rrugë të drejtë pa pengesa. Nuk ka fitore pa humbje paraprake, mos e shih dështimin si një fund. Shije si një mësim, si një kthes, si një forcim. Kur lejon frikën të të udhëheqë, ti je rob i saj. Kur e përballon, ti e kthen atë në aleat. Shko, provo, dështohu nëse duhet, por mos qëndro në vend. Nuk është frika ajo që të vret, por mos veprimi, përfundimi. Shkëput zinxhirët. Të gjitha këto vese, shtyrja, viktimizimi, mungesa e disiplinës, vetdyshimi, krahasimi dhe frika, janë si zinxhir të padukshëm. Nuk i sheh, por i ndjen. Dhe çdo ditë që i toleron, ata bëhen më të fortë. Por në momentin që bëhesh i vetëdijshëm, ti fillon t'i dobësosh. Dhe në momentin që vepron, ti thyen, ti ke fuqinë të ndryshosh jetën tënde. Jo përmes revolucionit të menjëhershëm, por përmes evolucionit të përditshëm. Hap pas hapi. Ditë pas dite, çdo mëngjes është një mundësi për të qenë versioni më i mirë i vetes. Bëje këtë zgjedhje. Çdo ditë. Dhe jeta jote do ndryshoj, jo sepse bota ndryshoj, por sepse ti ndryshove. Pas kësaj, askush nuk mund të thyejë më, jo sepse bota u bë më e lehtë, jo sepse njerëzit rreth teje u bën më të mirë, por sepse ti ndryshove. Sepse tani e kupton se forca nuk është mungesa e vuajtjes, por aftësia për të qëndruar në këmbë kur gjithçka rreth teje rrëzohet. Ka ardhur momenti të mos e lësh më veten të kafshohesh nga fjalët e të tjerëve. Të mos lejojësh që mendimi i dikujt tjetër të bëhet burimi yt i dhimbjes. Sepse kush nuk të njeh, nuk ka të drejtë të të gjykojë. Dhe kush të do vërtet, nuk të dëmton, ke kaluar shumë. Më shumë se ç'tregojnë sytë e tu. Pas çdo buzëqeshjeje fshihet një betejë që askush s'e ka parë. Dhe nëse je ende këtu duke lexuar këtë, atëherë ke fituar. Edhe në ditët kur ndiheshe i coptuar nga brenda. Edhe kur s'kishe më zë për të folur, por vazhdoje të ecje. Edhe kur të thyenin e ti mbaje copat brenda vetes, pa bërtitur, pas kësaj, nuk je më ai njeriu që priste të shpëtohej. Tani je ai që shpëton veten. E kupton se askush nuk vjen të ngrejë nga toka nëse nuk je ti që ngrihesh i pari. Nuk është më koha për mëshirë. Është koha për zgjim. Shiko veten në pasqyrë. Mos shiko rrudhat. Mos shiko dhimbjen. Shiko syt. Shiko zjarrin që nuk u shua kur, edhe kur erërat ishin të forta. Shiko jetën që ke përpara. Nuk je viktim. Je dëshmi. Dëshmi që njeriu mund të bjerë, por mund të ngrihet edhe më i fortë. Më i qartë. Më i vetëdijshëm. Tani e di,
askush nuk të ka borxh dashuri. Askush nuk është i detyruar të kuptoj. Dhe ti nuk je i detyruar t'i shpjegosh askujt se përse ke zgjedhur të mbijetosh. Sepse rruga jote është vetëm e jotja. E vështirë, por e shenjtë, njerëzit që të zhgënjyen të dhanë mësimin që asnjë libër s'ta jep. Ata që të lanë vetëm, të mësuan forcën e vetmisë. Ata që të trajtuan si opsion, të mësuan se sa i vlefshëm je kur bëhesh zgjedhje për veten tënde. Ti nuk je thyer. Je stërvitur. Ti nuk je lënduar. Je përforcuar. Dhimbja nuk ishte dënim. Ishte mësim. Ishte kalitje. Ishte prova që zemra jote ka kapacitete që as ti vetë si kishe kuptuar më parë, pas kësaj do ecësh ndryshe. Jo me frikë, por me besim. Jo me nevojën për të provuar veten, por me qetësinë që nuk ke nevojë të bindësh askën. Sepse në fund nuk fiton ai që ka më shumë duartrokitje, por ai që ka më shumë paqe me veten. Në botën që të do të bindesh, ti do guxosh të jesh autentik. Në shoqëritë që të thonë hesht, ti do flasësh. Në një realitet që i glorifikon maskat, ti do zgjedhësh të ecësh me fytyrën tënde, edhe nëse s'është e përsosur, është e vërtet, pas kësaj, s'mund të thyen më. Jo sepse s'do provojnë. Do provojnë. Do të tallin. Do të dyshojnë. Do të përgojojnë. Por asgjë nga kjo nuk do ketë më pushtet mbi ty sepse tani më e di, ajo që të dëmtonte nuk ishte ajo që ndodhte jashtë teje, por mënyra si e pranoje brenda teje, dhe tani ti se pranon më. Se pranon më që dikush të përcaktoj vlerën tënde. Se pranon më që të ndaloj frika. Se pranon më që të jetosh si hije, kur je krijuar të ndriçosh, prandaj ec. Edhe kur s'ke forcë. Sepse forca nuk është kur nuk lodhesh, por kur sërish nuk ndalesh. Ec. Sepse çdo hap që bën për veten është një shpull për gjithçka që të donte të thyer. Ec. Sepse tani e di kush je. Dhe kush di kush është. Nuk kthehet më pas për të kërkuar miratime, pas kësaj, askush nuk mund të thyejë më. Sepse ti e kuptove se nuk je më vetëm njeri që mbijeton, je njeri që lulëzon. Dhe për këtë je i pathyeshëm.